Pas shpërthimit të konfliktit të armërdosur ndërmjet Iranit dhe Izraelit, tregu ndërkombëtar i naftës është goditur rënd duke reflektuar menjëherë në rritjen e çmimeve të derivateve edhe në Kosovë. Kryetari i Shoqatës së Naftëtarëve të Kosovës, Fadel Briani, i ka pohuar me gjumin tonë se kjo ka ndikuar edhe në Kosovë, duke u rritur çmimet e naftës për 10 cent. Çmimet e naftës po rriten për shkak të tensioneve në mes të Izraelit dhe Iranit. Kjo po shkakton frikë për ndërprerje të furnizimit duke ndikuar në rritjen e çmimeve. Irani prodhon një pjesë të madhe të naftës në botë dhe kontrollon ngushticën e Hormuzit, një pikë ku kalon afërsisht 20% e naftës botërore. Çdo eskalim i kësaj situate do të ndikojë më shumë në rritjen e naftës, ndërsa ndonjë marrëveshje paqe e ndërmjetësuar nga SBA mund të qetësojë tregun e naftës. Çmimi i naftës në Kosovë sigurisht që ndikohet gjithashtu nga këto zhvillime gjeopolitike për shkak që Kosova importon pjesën më të madhe të naftës. Çmimet aktuale në Kosovë janë dizel 1.14 euro deri në 1.24 euro për litër, benzin 1.15 euro deri në 1.25 euro për litër. Ndërsa në pikat e shitjes së derivateve në Gjakovë sot çmimet variuan nga dizel 1.20 euro deri në 1.24 euro për litër, benzin 1.21 euro deri në 1.23 euro për litër. Shoqata e Naftëtarëve të Kosovës do të vazhdojë të monitorojë nga afër zhvillimet dhe do të njoftojë publikun për çdo ndryshim të mundshëm, tha mesjerash kryetari Briani.